Shikues të televizionit të UTA, vazhdojmë të jemi së bashku me Ditë e Re. Sot do të flasim për kulturë dhe ku ka më bukur se sa të flasim për një aktivitet I cili po mbahet për herë të parë në komunën e Ulqinit, një aktivitet I cili bën së bashku jo vetëm poetët edhe shkrimtarët tanë, por edhe ata të cilët vinë nga Kosova, nga Shqipëria. Shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club në bashkëpunim me PEN Qendrën e Shqipërisë dhe PEN Qendrën e Kosovës realizojnë edicionin e parë Java e letërsisë shqipe në Ulqin. Një program I cili ka filluar nga data 23 prill e do të zgjasë deri me datën 25 prill, ku pikërisht me datën 25 prill në Muzeun Etnografik në Dragin, në ora 19 do të mbahet një takim me shkrimtarët të cilët unë kam shumë kënaqësi që sot I kam në studio. Sadik Bejko, poet, shkrimtar, profesor nga Shqipëria, mirë se na vini në studio, kënaqësi të jemi së bashku. Për mua më shumë kënaqësi që jam të ju. Gjithashtu poet dhe shkrimtar, por edhe studiues universitar, Njerit Sali Bashota, mirëmëngjes, mirë se më vini në studio. Mirëmëngjes, mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Ndërsa Letimja I cili edhe është fajtori në këtë rast për të realizuar këtë aktivitet dhe për t'i mbledhur të gjithë së bashku, kryetari I Shoqatës së Artistëve dhe Intelektualëve Art Club, Ismet Kallaba, mirëmëngjes, mirë se më vjen në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Nisi me datë 23, edhe do të zgjasë deri me datë 25. Duhet filloj edhe nga profesorët edhe nga poetët, si ndjeheni të jeni pjesë një edicioni të parë I cili po mbahet në Ulqin, por po mbledh së bashku edhe Kosovën e Shqipërinë. Profesor. Po është ngjarje e bukur. Unë nisha dje nga Tirana dhe është kënaqësi që e bëj në Ulqin. Kënaqësi që takoj miqtë e mi, poet, intelektualet e Art Club që kanë qenë disa herë mikpritësi tanë, miqtë e mi nga Kosova, profesor Saliun, miqtë e tjerë, është ngjarje e veçantë sepse është dita ndërkombëtare e librit, dhe si thash pak mbrëm në aktivitetin që u bë te libraria e Ulqinit, është homazh për autorët, për shkrimtarët, për poetët, në të gjithë botën, natyrisht edhe në vendin tonë. Thash, është një homazh për shumë për autorin e parë shqiptar, për Gjon Buzukun, që mendohet që është nga këto treva. Ai ka thënë që ishte përkushtuar e nëse shkruomi të shenjtë, e nëse dashur nëse botë sanë. Pra, është një përkushtim për shkrimin, për librin, edhe për botën tonë, për gjuhën tonë, për etnin tonë, për kombin tonë. Është një përkushtim I lashtë edhe I ri. Jemi të gëzuar që jemi pjesëmarrës, jemi të gëzuar që jemi këtu. Nësi, çfarë do më thënie kanë për letërsinë shqipe aktivitetet të tilla, profesor? Faleminderit në radhë të parë për ftesën. Jemi nderuar që jemi në Ulqin dhe në organizimin e këtij aktiviteti nga Art Club, bashkëpunim me dy institucione të tjera nga Shqipëria dhe nga Kosova. Vërtet është një aktivitet I cili në një mënyrë ose në formë tjetër afirmon punën e shkrimtarëve, përpëtarinë e si shkrimtarë, dhe natyrisht vetë krijimi I themelimi I këtij manifestimi ka për qëllim që letërsinë shqipe si në Kosovë, në Shqipëri, në Ulqin dhe në viset e tjera shqiptare, sepse synohet që aktiviteti të përfshijë, domethënë edhe autorët nga Republika e Maqedonisë së Veriut, nga Kosova lindore, po pse jo edhe nga diaspora, në vitet e ardhshme, edicionet e radhës që do të vinë. Qëllimi është afirmimi I letërsisë, njëoja promovimi I vlerave të reja letërsisë, promovimi I autorëve të rinj dhe mundësia që të organizohen debate të ndryshme, siç është sot në gjimnazin e Ulqinit, lidhur me procesin e të shkruarit, për aktivizimin e potencialit të ri krijues nga përkraja që mund të kenë nga ne dhe nga shumë shkrimtarë të tjerë, pra format e debatit, format e zhvillimit të këtij aktiviteti në afirmim të letërsisë shqipe, duke ditur faktin se Ulqini gjithashtu është një qendër e rëndësishme kulturore dhe puna që bën Art Clubi është një vërtet është një punë, do thosha, shumë e vyer dhe një kontribut I pakursyr
në afirmimin e vlerave të jo vetëm të ulçinit të rajonit të malit shqiptar në Malëzi, po edhe në afirmimin e vlerave të Kosovës edhe Shqipërisë, sepse ke dëshmohet edhe me organizimin e Kalimirës poetike Basisqa Prishi, edhe në shumë aktivitete tjera, kështu që besojmë edhe këto ditë që do të jemi bashkë me profesorin, do të jemi nesër në një aktivitet përbashkët, një lloj diskutimi për letërsinë dhe për krijimtarinë tonë, është gjithsesi e mirë se ardhur dhe shpresojmë që do të shkojmë bashkë çdo gjë. Ju uroj këtë. Profesori na tha që do të vinë organizime dhe aktivitete të tjera, nuk do të jetë ky edicioni i fundit, por ne duam të dimë si lindi si ide njëherë si edicioni i parë. Edhe ai kishte vështirësi që të vinte deri tek realizimi, sepse e dim që Art Klubi gjithmonë ka, le të themi, fokusin që të sjell emra të njohur edhe poetë dhe shkrimtar të njohur, por të bëhen bashkë në këtë aktivitet si erdhi. Po, sa i përket idesë ose sa i përket pra konceptit të këtij manifestimi, duhet të them që ai është ideuar vitin e kaluar, edhe ishte ideuar pikërisht në Ulqen, ka ndodhur në Ulqen. Profesor Sali Bashota ishte vitin e kaluar edhe gjatë këtij viti, pra është në rezidencë në Ulqen, pra është një projekt ku ai ka fituar në Ministrinë e Kulturës, edhe pastaj gjatë qëndrimit me te, edhe me doktor Haxhi Shabanin, menduam se cila është mënyra që ta rrisim nivelin e bashkëpunimit ndërmjet dy penqendrave edhe Art Klubit. Unë duhet të them që ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me të dy penqendrat, sidomos me penqendrën e Kosovës ndoshta bashkëpunim pak më të madh, por kjo varet edhe nga rrethanat, edhe nga kushtet, edhe një sër faktorësh e tjerë. Thjesht unë po përmendi që vitin e kaluar ne kemi promovuar në Ulqen veprën komplete të Basisqa Priçit, të poetit, edhe po ashtu në nëntor, nëse nuk gaboj, në Prishtinë është realizuar një tryezë letrare, pozita sociale e shkrimtarit, ku kemi marrë pjesë përpos dy penqendrave edhe nga Art Klubi, po ashtu si vjet në muajin shkurt në Strug, një aktivitet, një bashkëpunim tjetër shumë i frytshëm me 11 dhe me 12 shkurt është mbajtur në Strug, pra e organizuar nga Konsullata Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Strug, pra poetët dhe shkrimtarët për pavarësinë e Kosovës, pra me rastin e 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, pra 17 vjet pavarësi. Dhe ky është një aktivitet i radhës i cili organizohet. Ne, ashtu siç tha dhe profesor Bashota, është menduar që ky manifestim të organizohet në vende dhe qytete të ndryshme por duke pas parasysh faktin që na u dha mundësia që si Art Klub të aplikojmë në një konkurs të komunës së Ulqinit edhe unë mbështet ky projekt, atëherë pra e nisëm me Ulqinin edhe unë shpresoj që kjo do të jetë një nismë e mbar edhe do të vazhdojmë me edicionet e tjera në të ardhmen, në hapësirat e tjera. Pra, ideja është që letërsinë shqipe ta integrojmë, se ta shohim si një tërë. Projektin e kemi titulluar 3+, që do të thotë që jemi 3 asociacione, por jemi të hapur edhe për asociacione ose për shkrimtarë, siç e tha dhe profesor Bashota, nga vendet e tjera, nga Maqedonia Veriut, nga Kosova Lindore, apo Lugina Preshevës, pse jo edhe nga diaspora, dhe unë shpresoj që vitet e ardhshme do të këtyre 3 asociacioneve do të bashkangjiten edhe asociacionet e tjera dhe shkrimtarë nga trevat e tjera. Profesor Beko, duke qenë si jeni së bashku, edhe besoj se gjithmonë analizohet, si punohet në Kosovë, si punohet në Shqipëri, si punohet edhe tek shqiptarët në Maltëzi, apo përjeton letërsia shqiptare një transformim, le të themi, në raport me lexuesin e ri? A është ndryshe tashmë qasja që duhet të ketë edhe poeti ndaj lexuesve? Këto janë pyetje që shqetësojnë të gjithë klimën botërore letrare. Është gjithmonë ka pasur një kërcënim
libri, autori, shkrimi me përparimin e teknologjive. Dilte radio, dilte televizioni, tani ka një shpërthim për te imagjinatës të mjeteve të komunikimit. Po. Dhe përsëri bjen ajo që alarmi, çfarë do bëhet me shkrimin, a me librin, a do ndjekin njerëzit rrjetet e tjera, mënyrat e tjera të komunikimit, apo do vjen tek libri, shkrimi që është një mjet mira vjeçar. Ndahen, do më thënë, mendjet, a mendohen ato në mënyrë tradicionale që libri ka rezistuar shekujve, tiranive, atyre që kanë djegur librin atyre, edhe prap a i kanë mbetur e shkrimtarët, janë dënuar, e libri do më ka një histori të lavdishme edhe shumë legjendare, shumë realiste dhe ka arritur me shpikje në shtypshkronjës u bë një mjet universal. Kjo është mendja e atyre që mendojnë se gjithçka do vazhdojnë në mënyrë tradicionale. Mendimi i ri është që jo kaq në favor të këtij mendimi, sepse thotë nuk marrim më dieni vetëm nga libri si dikur. Ka shumë rrugë të tjera njeriu të marrë njoftime. Dikur ishte vetëm letërsia. Tani mund marrësh disa lloje njoftimesh. Ajo që mbetet pastaj e veçantë, specifike, që mbas e sta jep filmi, mbas e sta jep teatri, mbas e sta jep thrilleri, mbas e nuk t'i japin ato rrjetet sociale, është veçantia e letërsisë. Dhe në qoftë se shkrimtarët do t'jenë aq të talentuar dhe aq mjeshtëra në profesionin e vet, që të kapin pikërisht atë që ka pasur për funksion letërsia, thellimin në shpirtin njerëzor. Shfaqjen dhe afirmimin e këtij shpirti, thellimin në minjera dhe pasurit dhe thesaret e këtij shpirti, si mënyra alternative ndaj atyre mjeteve që t'i japin njohuri për shumë gjëra, por mbase jo për shpirtin. Mund t'jetë kjo një mendim. Por, ti më the çfarë bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë. Shkrimtarët vazhdojnë të shkruajnë, thonë që nuk ka lexues, po ja me që libri vazhdon të jetë qarkullim. Ja që ka lexues, nuk ka mbase në atë shkallë që ka pasur përpara, po ai lexues që lexon sot është një lexues që ka një cilësi tjetër, është mësuar me leximin edhe e ka kulturën e leximit dhe këtu base duhet shënuar. Po poetët dhe shkrimtarët, apo qëndrojnë le të themi, ndoshta kur flasim për letërsinë shqipe, ne me njëherë drejtohemi tek ajo apo shkruhet më shumë për identitetin, apo shkruhet për kombin, në këto kohë moderne që jemi, për çfarë po shkruajnë më shumë poetët, shkrimtarët? Po, natyrisht, domethënë, secili autor varsisht varet edhe prej brezave, gjeneratave të krijuesve në hapësirën shqiptare për flas përgjithësi, dhe mund të themi se poezia, po flas domosdoshmë për lloje dhe zhanre, poezia, proza, pastaj eseja dhe forma tjera letërsisë, si në Kosovë dhe në Shqipëri, domethënë pak a shumë nuk janë në trendin që kanë qenë më herët, sepse është një dinamizëm më i madh në fushën e prozës, sidomos domethënë të tregimit dhe të romaneve, dhe poezia po flas për Kosovën më shumë, domethënë nuk po shihet që ka ndonjë autor që janë të përkushtuar më shumë në fushën e poezisë, por më shumë në fushën e prozës, edhe të eseve letrare, edhe eseve të tjera. Kështu që ndoshta organizimet e tilla, siç është ky aktivitet, mund të sjellin ndonjë përfiturim tjetër sa i përket edhe brezave letrare dhe interesimit për lloje të zhanre të ndryshme, sepse në këtë aktivitet dhe aktivitete ngjashme të tilla mund të provohen, si thash edhe më herët, që krijuesit e rinj faktikisht të kenë një lloj parapërgatitje edhe nga përvoja e krijuesve, domethënë si profesor Sadiku e unë ndonjë tjetër, të cilët natyrisht shumë më shumë në fushën e poezisë, mund të themi që mund ndikojnë në
afrimimin, nxitjen dhe përkushtimin e atyre krijuesve talenteve të reja që do të mund bartin barrën e zhvillimit të letërsisë më tutje. Në shumë vendet e botës ka përvojë të ndryshme shihet, domethënë se poezia është në krizë, domethënë të shkruajt poezisë është në krizë. Për shembull në Londër pak botohen libra me poezi, në Amerikë pothuajse rrallë ndonjëherë, në Francë po ashtu ndoshta pak më mirë, më shumë në vendet e Ballkanit perëndimor, domethënë ende ka mbetur poezia si një lloj më i preferuar edhe s'është i autorëve që kanë një traditë dhe poetëve që janë të afirmuar. Prandaj mendoj që organizimi i takimeve të tilla jo vetëm të poezinë, por edhe të eseja, ose të forma, ose të studimi edhe forma tjera, domethënë të shkruarit, mund të nxjesë dhe mund të krijojë një përvojë të re të cilët do të mund të aktivizonin krijuesit e rinj, sepse në shumë vende, si thash, domethënë janë krijuar rrjete të krijuesve të rinj, domethënë rrjeti i poetëve për shembull në Londër, është rrjeti i poetëve të rinj, të cilët aktivizohen po nga përvoja shkrimtarëve që natyrisht në mbajnë një lloj shkolle letrare dhe i afirmojnë ato vlera dhe i përkrajnë, i nxisin, i botojnë në rrjetet sociale, format librat, audiolibër, forma tjera të komunikimit, debate për letërsinë, për temat. Tash lidhur me temat edhe domethënë me ato që trajtohet sot. Më shumë janë tema që lidhen me prekupimet e shqetësimet e globalizmit në botë çdo kohë, domethënë temat nuk janë më tema nacionale, kombëtare, të shkruan më poezi për adheun ose të shkruan domethënë romane për adheun. Domethënë janë më shumë domethënë tema universale, të cilat trajtohen në pjesën më të madhe të veprave aq sa i përcjell domethënë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Përkthimi është dominon, sidomos në Shqipëri, dominojnë veprat e përkthyera nga letërsitë të mëdha. Dhe vërtet ka shumë përkthime, madje mund të themi se në rajonin e Ballkanit ndoshta Shqipëria mund të jetë nga vendet e para që ka afirmon vlerat e letërsive botërore në përgjithësi në gjuhë të ndryshme. Në Kosovë nuk është niveli i tillë siç është në Shqipëri. Një periudhë ka qenë një lloj vërshimi i krijuesve të rinj nga poezia, tash është ndal pak, sepse mendoj në këtë drejtim janë shumë filtra që i quajmë ne, që ndikojnë edhe që në një mënyrë ose tjetër mund të jenë si një lloj udhërrefyesi për punën e autorëve të rinj. Sidomos nëse mungon redaktori, nëse mungon recenzent, lektori, korrektori, dizajni i mirë, domethënë shkronjat profesionale, që botimi dhe libri të jetë domethënë me kritere letrare dhe estetike, po edhe domethënë të jetë me vlerë që i ofrohet një opinionit të tillë. Kështu që në këtë drejtim nuk e din Shqipëri shumë, se jam informuar për në Kosovë mungojnë debatet për afirmimin e vlerave të krijuesve të rinj, sepse krijues që kanë përvojë ta vetëm nuk botojnë, profesor Sadiku nuk boton një libër nëse mendon se duhet botohet, sepse është e ka krijuar përvojën dhe ka emrin e tij, edhe autori domosdoshmë që është personalitet që nuk do të bien nën atë. Ndonjëherë ne kur shkruajmë, mendojmë edhe ja afrojmë, bisedojmë me miq, themi që ky libër nuk po më duket se e kam arritur ta përkryer këtë, do të vazhdojmë atutje. E autorët e rinj ndonjëherë nguten, edhe faktikisht unë mendoj se në këtë drejtim ne si kemi një përvojë më të madhe, duhet punojmë më shumë me brezat e rinj që kontinuiteti i letërsisë shqipe, po flas për letërsi kësaj radhe, domethënë duhet të ruhet në bazë të vlerave që krijohen. Jo në bazë të pseudovlerave, sepse ndonjëherë jo rrallë ndodhet në rrjetet sociale. Po flasim në Kosovë, jo po pseudovlera servohet, shërbehet si vlerë. Edhe opinioni i cili nuk ka ndonjë paraprgatitje lidhur me librin me vlerë, ndonjëherë bie në grock. I kemi të rinj të interesuar, sidomos këtë aktivitet e shohim që është përqendruar në shumë pika, nuk mbahet vetëm në një vend, nuk e kemi vetëm në librari, kemi të shpërndarë edhe në shkollë, edhe i shohim të rinj që kanë interesim edhe marrin pjesë. Ka qenë një ndër qëllimet e këtij aktiviteti është pikërisht ky. Pra është që përpos këtyre debateve, përpos njohjes, sepse ne kemi probleme edhe me njohjen, sepse vërtet letërsia e një vendi njihet në bazë të emrave që ka dhënë, por ne sot nuk kemi as Kadare, nuk kemi as Alipodrimjen, as Fato Sarapin, as Azem Shkrelin, por megjithatë letërsia vazhdon, letërsia shqipe vazhdon. Letërsia shqipe nuk përbëhet vetëm nga ato shkrimtarë që njihen ose kanë qenë të njohur dhe në rrafshin
ndërkombëtar, por përbëhet edhe nga tjerë dhe pikërisht ky është një ndër synimet që letërsia të ketë vazhdimsi, edhe qëllimi ynë ka qenë që të bashkëpunojmë edhe me institucione të tjera, qofshin ato institucione publike, pra qofshin institucione shkollore, dhe ne kemi përfshirë, pra ne mbajmë 5 aktivitete në 5 vende të ndryshme, pra kemi filluar me rastin e ditës botërore të librit dhe të drejtës së autorit në librarinë Ulqini, e cila është ndruar në një qendër, po them, qendër të leximit edhe qendër të organizimit të aktiviteteve, duke vazhduar pastaj me bibliotekën e qytetit edhe me muzeun etnografik në Dragin, pra ku do të mbahen këto 3 takime letrare, por përpos tyre kemi përfshirë edhe shkollat, 2 shkolla, shkollën e mesme në Ulqin, ku është planifikuar me program mbajtja e një punëtori ose workshopi, dhe pikërisht kjo ka për qëllim nxitjen e këtyre talenteve të reja, edhe një farë mënyrë edhe orientimin e tyre, edhe se si duhet shkruar, cilat janë modelet e mira, po pse jo për t'ju thënë edhe ndonjë sugjerim, edhe ndonjë vërejtje, ajo që tha profesor Salio më përpara, që dallimin e vlerave nga pseudo vlerat e tjera. Dhe sigurisht edhe ne kemi pasur me rastin e ditës botërore të poezisë, ne kemi organizuar në bashkëpunim me librarinë Ulqini, kemi organizuar e kemi quajtur dialogu poetik, ku në njërin anë kanë qenë poetët, ata të cilët kanë libra të botuar, dhe nga ana tjetër kanë qenë krijuesit e rinj, pra disa krijues të rinj të cilët janë në hapat e tyre të parë, të cilët pra kanë talent për poezi. Dhe unë nga ajo që kam parë aty, por edhe edhe në takimet që kemi pasur në shkolla të ndryshme, unë mendoj që ka talente të reja, të cilët, por çështja është se si ata t'i kultivojmë në të ardhmen, sepse edhe më herët kemi pasur të rinj të cilët kanë treguar talent, por për fat keq me vonë nuk e kanë zhvilluar këtë talent për arsye të ndryshme, ose janë marrë me ndonjë profesion tjetër ose dhe, por po them që ka talente të rinj, ka talente të cilët presim që në të ardhmen të zhvillohen edhe të jenë pra krijues të mirë. Aktiviteti në muzeun në Dragin do të fillojë në ora 19 apo jo? Tani nuk dua të shtjelloj më shumë le të themi në këtë aspektin se çfarë do të flitet edhe si do të jetë, por në fund dua nga një pyetje ndoshta pak më personale. Të flasim për biografinë juaj, do të nduaj edhe shumë minuta të tjera. Por cili është ndoshta ai moment që poezin po lë shpirtërore edhe profesionin në universitet po lë akademiken? Cili është ai moment që ju ka bërë që këtë shpirtëroren, poezin, të mos të ndaloni, por të vazhdoni? Ndoshta një çmim i arritur, ndoshta një fjalë dikuj. Vetë personalisht, ku e keni ndjerë le të themi atë që dua ta vazhdoj gjatë gjithë jetës time poezin? Në fillim që njeriu këndon, është i gëzuar, fillon në mënyrë të natyrshme, të ndjej veten, është mosha, është rinia, po që të bësh profesionist është diçka tjetër, kalon në një fazë tjetër. Mbas kësaj faze, kur ti ke hyrë, si thua, në rrugën e profesionistëve, vazhdohet pastaj me hapa të matura, kështu si tha Saliu, që ti ke arritur një stad, do të arruash atë, edhe në mënyrën tënde vazhdon të punosh. Sigurisht, kjo është një vokacion, nuk është punë, është vullnet, është në një farë mënyrë edhe një farë të lësh diçka nga gëzimet e jetës edhe të fillosh të punosh aty. Në qoftë se ti e ke bërë këtë punë 20 vjet, atëherë ti tashmë si e ke shtruar rrugën tënde dhe nuk mund, mbas edhe mund ta ndërpresësh. Por këtu është arritur personaliteti. Si ka filluar këto, është një histori që mund ta them. Sigurisht boton një libër, merr urimet për atë libër, pastaj boton edhe një libër, edhe kështu vazhdohet. Ajo që ka rëndësi është të punosh vetë, të kesh dhe një klim krijuese. Siç u tha këtu, që duan
në temë të rinj të kenë një klim njerëzish që i përkrahin, i lexojnë, i duan, i nxisin. Tjetë pastaj pranë edhe kritiku, ai që ditë ta studioj atë letërsi, të japi mendimet, ta gjykoj dhe ta vlerësoj. Këto bashk, pra mjedisi, klima letrare, kritika, që studion, nxitja e miqve, krijojnë atë që është letërsia e një periudhe e një kohe të caktuar. Është koha jonë e sotme me shumë obligime, sidomos me obligime materiale, ne jemi vende që Ballkana, si ne shqiptarët, mbase po emigrojmë, edhe në këto vende të kërkosh shumë nga të rinjt për letërsinë është pak kërkesë e madhe, domethënë ndonjëherë ka kohë kur shkruhet më shumë, ka kohë që shkruhet më pak, për arsyet që nuk varen për letërsisë, po letërsia tek autorët e mirë do vazhdojë. Një përjetim edhe një ndjenjë, le të themi, e juaja për të vazhduar me shkrimin, me poezinë, do ta ndanit një moment? Po janë atë që tha profesor Sadik, po janë shumë faktorë që ndikojnë tek krijuesi, prej aktit, frymëzimit deri te botimi edhe promovimi i veprës. Unë për vete, të thënë, shkruaj edhe lloje dhe zhone të tjera letërsisë, po më shumë jemi përkushtuar me poezinë, për shkak se më duket se gjithmonë më rrim afër në shpirt poezia. Dhe vetëm jartë është që mësohet për mensh. Proza s'mund mësohet as drama, mësohet për mensh. Drama nëse mësohet duhet me qenë teatr me përshpritsin edhe të bëllë mos parën fjallet, po është art shpirtëror, u bedoj sipëror, edhe jo, e kanë cilësuar si mbretëresha e arteve. Janë qaste ndryshme që për mua për shembull më shumë lidhen ndonjëherë me qastin e dhimbjes, madje më shumë me qastin e lumturisë, dhe ndonjëherë njeriu kur krijuesi sidomos kur e realizon një projekt vetëm individual dhe të tjerët ja pëlqejnë miqt, se unë më për vete bashkëpunoj shumë me miq kur shkruaj një poezi dhe ja u dërgoj edhe mandej marr edhe mendimet e tyre, dhe marr titullit, edhe ndonjë figurë, ndonjë ideje. Kështu që ndodhi me një poezi të fundit që e shkrova para disa muesh edhe mori çmimin e Lipodrimja në një aktivitet ndërkombëtar të poezisë, edhe në vërtet poezia kishte të bëjë me miqtë e mi, me Basiqa Pricin e Lipodrimja, Azem Shkrinë e të tjerë. Nga të kam mësuar shumë, pasi unë e kam pas mik të shpirtit, edhe 40 vjet kemi qenë pothuajse bashkë. Titulli poezia kishte "Çka bëni ju të dielën atje". Ishte një poezi për të mshurit, që janë në mesin tonë më. Edhe faktikisht për këtë poezi po flas domosdoshmë në mënyrën e dialogut, atë që tha Ismeti, dialogu shumë i rëndësishëm. Kam biseduar spaku me një 10 poet. Edhe prej disa nga figurave ose disa përsëritjes që kam pasur brenda poezisë, domethënë kam marrë pothuajse sugjerime të njëjta. Hiqe këtë fjalë, mos e përdor këtë fjalë, me përsëritje në hiqe këtë, dhe nësoj këtë, ka shumë rëndësi bashkëpunimi. Do thosha, sidomos përvoja e poetëve të afirmuar, si është profesor Sadiku, dhe të njohur, ka shumë rëndësi edhe për autorët që janë edhe po ashtu, që kanë shumë botime, sepse në një mënyrë tjetër është një lloj komunikimi, ndjenja, mendime, sugjerime, propozime dhe motivime që diçka e bukur të dalë të lexohet, të përjetohet. Poezia është në radhë të parë Borhesi kur flet për poezinë i jep një lloj definicioni, thotë. Unë kam ligjëruar në gjitha universitetet pothuajse të pjesë më të njohur të botës. Dhe kur s'kam ligjëruar për poezinë, sepse poezia nuk shpjegohet, nuk xhirohet, poezia përjetohet. E vërtet. Faleminderit. Art klubin çfarë e mban, le të themi, që të vazhdojë me aktivitete të tilla? Nga ana personale, ndoshta në këtë rast si kryetari i art klubit. Art klubin e mbajnë pikërisht aktivitetet e këtilla. Pra ne një shoqat, një asociacion, nëse nuk punon, nëse nuk ka aktivitete, nëse nuk organizon, ajo shoqat është drejt shuarjes. Dhe ne na mbajnë pikërisht aktivitetet e këtilla, në mbajnë pikërisht miqësitë e tilla që kemi krijuar,
edhe të cilët pra do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Ne pra jemi të pra punojmë në disa fusha, por një prej këtyre fushave janë edhe aktivitetet e këtilla promovuese, siç është edhe kjo java e letërsisë shqipe, pra që shpresoj që nuk duhet të jem shumë ambicioz, por shpresoj që është një nismë mbar, e kemi filluar mbar, edhe që unë shpresoj që do ta vazhdojmë edhe në qendrat e tjera, në qytetet e tjera shqiptare viteve të ardhshme. Ju dëshiroj shumë suksese, shëndet dhe punë sa më të gjatë dhe të mbarë të gjithve. Faleminderit që ndatë këto minuta me shikuesit e televizionit të UTA këtu në Ulqin, duke ju dëshiruar që edhe kjo mbrëmje e bukur në Muzeun e Dragin të jetë sa më suksesshme dhe frymëdhënëse për të gjitha ata le të themi të rinj, pse jo që do të jenë aty. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të televizionit të UTA, unë ju falenderoj të gjithëve për le të themi për vëmendjen tuaj gjatë këtyre minutave sa folëm për javën e letërsisë së Shqipër në Ulqin. Është kënaqësi kur marrim frymëzime të tilla dhe ndoshta të rinj do të kenë më shumë interes pse jo edhe në të ardhmen që të merren me poezi në këtë rast. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen, ne do të takohemi në ditët në vazhdim. Mirupafshim.